cake with the number 6 and authentic Albanian wine. The 17th of November, a symbolic day of celebration for Albania's progress toward the European Union. Albania, just go on. We are preparing a home for you in Europe. No escape from Albania. Better they get us in because we'll stalk them to the end. And so if they want to get rid of us, they have to get us in. Optimism in Brussels is evident regarding Albania's progress, as well as Montenegro's, which began opening its negotiation clusters in 2012. However, the pace at which Albania opened all of its clusters in just 13 months has exceeded expectations among EU officials. This is record speed. The commitment to reforms demonstrated by the Albanian government and its people is truly impressive. As leaders celebrate the opening of all EU negotiation chapters, the real test lies not in Brussels but here in Tirana. Beyond the political momentum, many are asking what this step truly means for Albania's future, whether it will put an end to the long transition to democracy and finally bring the kind of economic change citizens have been waiting for. Ky shteti jonë këtu mendoj që duhet jetë më social për moshën e tretë. Nuk ka nevojë të shpiki rrotën i qerrës. Njëra që të shikoj politikat e shteteve tjera që janë gjatë në Bashkimin Evropian dhe të implementoj ato. Ky vend nuk po i përgjigjet kërkesave e personave të cilët duhet të rinë dhe ta bëjnë këtë vend. Të gjithë institucionet shqiptare të jenë më të aksesueshme, qytetarët duhet të jetë të konsideruar. Futja e teknologjive AI e ka shkëputur akoma dhe më shumë qytetarin nga institucionet dhe qeverinë vet. The last negotiation chapter to open was agriculture, a sector that employs nearly half of Albania's population while contributing 19% of the country's GDP. Farmer Spahi Yahya believes Albanian agriculture is still unprepared to join the EU due to a lack of standards. Kjo është një lajm i gëzuar që Shqipëria ka marrë dhe mbylljen e grup kapitullit për në Bashkimin Evropian, por unë do të mendoja që të jemi një lloj si në Bashkimin Evropian. Mendoj që duhet ndryshojnë politikat e shtetit për sa i përket mbështetjes së fermerëve. The biggest challenge for farmers remains the lack of labor. Nuk motivohet sot rinia shqiptare që të punojnë në bujqësi. Ky është sfida më e madhe që bujqësia mund të ketë dhe nesër kur ne të jemi në Bashkimin Evropian. From green fields and daily labor, we move to where politics fights its daily battles and where the media is present to relay them to the public. Journalists believe the integration process could improve the strained relationship between Albanian politics and the media. Unë mendoj që më e rëndësishme nuk është data kur mbërrim, por është rruga drejt të cilës mbërrim atë datë kur do qoftë. Pra unë besoj që rruga ka për të na përmirësuar. Dhe si sfidë që ne ndjejmë në raport me institucionet është ngurtësia e institucioneve, mbyllja e institucioneve, aksesi munguar dokumentacion, mungesa e hapësira për të kërkuar llogari pushtetarëve. Unë shpresoj që procesi integrues të mësoj politikanët tanë se si duhet sillen si një vend antar i Bashkimit Evropian, që nuk është kjo që po ndodh sot. Gazetarët e media janë të vetme për faktin e vetëm se partitë politike, politikanët, kushdo qoftë ai, në pushtet ose në opozit, nuk e shohin asnjëherë median si aleat, qoftë edhe aleat të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka një amendament në parlament aktualisht parashikuar të votohet së shpejti në kodin penal shpifja të mos jetë më një vepër penale që mund të cënoj lirinë e shprehjes së gazetarëve. Kështu që ndjej që Bashkimi Evropian është duke filluar të vendosë disa piketa për qeverinë shqiptare për shumë çështje, por ndër të tjera edhe për të përmirësuar kushtet e punës së gazetarëve në përgjithësi. Rruga e Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për sa i përket të drejtave të gazetarëve dhe lirisë së mediave është një rrugë e vështirë. Media në Shqipëri dhe gazetarët janë të pambrojtur, nuk ka një legjislacion dhe premisat janë që edhe disa vite nuk do të kemi për të vetë rregulluar median. Judicial reform has been one of the most painful and costly transformations for Albanian society. Lawyer Arber Hoxha says EU integration is not merely about transposing and adopting EU legislation, but above all about embracing its spirit and applying it in practice. Judges and prosecutors, he asserts, bear particular responsibility as they must be properly trained and specialized in EU law to ensure effective implementation.
Unë jam I bindur, më pak se 2 apo 3% e gjyqtarëve të njohin legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ashtu siç kemi sfida në sistemin e drejtësisë që janë plotësimi I vakancave në sistemin gjyqësor, të cilat prej vitesh Shqipëria po lëngon. The high number of cases Albania faces at the European Court of Human Rights represents another serious challenge. Në qoftë se Shqipëria humbet mbi 2 çështje në vit, çështje themeli që kanë të bëjnë me liritë të drejtat themelore të njerëzit, negociatat pezullohen. Efforts by the Special Prosecution and Special Court to pursue major corruption cases, Hoxha says, could be at risk without continued support from the EU and other international partners. Do të ishte në kushtet ideale të bëheshim pjesë e familjes europiane në vitin 2030, por fatkeqësisht unë nuk e shikoj me syze të rozët të qeverisë realitetin shqiptar. Nuk është një realitet I zi, nuk është një realitet I bardhë, është një realitet gri, I cili me luftë dhe përpjekje mund të shkojë deri në ngjyrat e të bardhës ose të bardhët të pisët. While around 90% of Albanians say they want to be part of the European Union, the challenge for the government is not only to meet EU standards, but also to keep citizens motivated throughout a long process in which reforms must translate into tangible everyday change. Omer Saraci, Across the Balkans, Tirana.